Presidenti serb Aleksandar Vučić hodhi poshtë akuzat që e lidhin atë me të ashtuquajturat safari snajperave gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 90, duke i quajtur pretendimet gënjeshtra që synojnë ta paraqesin si një përbindësh dhe vrasës gjak ftohtë. Vučić ka reaguar ndaj akuzave për një video të vitit 1993, në të cilën ai pretendohet se shfaqet duke mbajtur një pushk snajper pranë personave të armatosur në Vareza. Unë nuk kam mbajtur kurrë në jetën time një snajper, nuk kam pasur as armën për të cilën flisni, sepse ajo është stativ kamere, nuk kam vrarë kurrë askënd, nuk kam plagosur askënd dhe nuk kam bërë asgjë të ngjashme, tha Vučić para gazetarëve në një konferencë ekonomike rajonale midis Britanisë së Madhe dhe Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Beograd. Gazetari investigativ kroat Domagoj Margetić deklaroi të martën se ka paraqitur një kallëzim zyrtar në prokurorinë e Milanos me pretendimin se Vučići ka marrë pjesë ose ka ndihmuar në organizimin e të ashtuquajturit turizmi i snajperëve, ku të huajt paguanin forcat bosnjake-serbe për të qelluar mbi civilët nga pozicione të ngritura mbi Sarajevën. Në letrën dërguar prokurorëve, gazetari përmend një video të vitit 93 dhe intervista të supozuara të kohës së luftës bashkë me dëshmitë të zyrtarëve bosnjak, si provat se Vučići ishte vullnetar lufte në Sarajev në vitet 92 dhe 93 dhe pjesëtar i një sitit çetnik të Sarajevës së re brenda ushtrisë së Republikës Srpska. Gazetari pretendon gjithashtu se Aleksandar Vučić ka kaluar disa muaj i pozicionuar në vijën e frontit në varrezat hebraike të Sarajevës. Akuzat erdhën në një kohë kur prokurorët në Milano hapën javën e kaluar një hetim për shtetas italian që mund të kenë marrë pjesë në të ashtuquaturat safari snajpersh, duke hetuar akuza të mundshme për vrasje të rënda.